mafja e Surrelit është mafja më e rrezikshme e Europës. Është mafja që u kushton shqiptarve në çdo punë publike, në çdo tender, qindra dhe miliarda euro. Sot unë kam zgjedhur të ndalem para qytetarëve shqiptar se sa paguën ata për pallatin në Paj të Linda Ramës. Pallatin në Paj të Linda Ramës. Pallat për të cilin Linda Rama dhe bashkëshorti i saj, kryehajduti i kombit Edi Rama, nuk janë në gjendje të paraqesin qoftë dhe një faturë të vetme, tatimore, doganore, ndërtimore, mjedisore apo të çdo lloji. Pra, pallatin Paj i ndërtuar në sheshin e pallateve në tokën e tyre. Kjo është, do të theksoj, ajo ka qenë tokë e familjes Basha. Basha është mbiemri i vajzërisë së zonjës Rama. Pra, ndërtuar në sheshin e pallateve në kundërshtim me çdo kondicion urbanistik. Kundërshtim. Por, ky është kapitulli veçantë. Kapitulli tjetër është se pallati nuk ka, zonja nuk paraqet dot qoftë dhe një faturë të vetme për pallatin 5 kate mbi tokë, sa ka nën tokë, shkoni kontrollojeni. Kur ky super skandal u denoncue me dokumenta nga Partia Demokratike në atë kohë, dhe kur ILDKP-ja filloi procedurën e hetimit për origjinën e pallatit, origjina e pallatit pas një faturë, Edi Rama shkarkon në mënyrë të rrufeshme zonjën Zana Xhuka, një nga zyrtarët më serioze të administratës shtetërore, e shkatron në mënyrë antikushtetuese, antiligjore, vetëm për të mbrojtur vetë dhe familjen e tij nga pallati që mbiu apo që ra, si me parashut, i Linda Ramës, për të cilën ajo tha se është ndërtuar me para gjaku. Nuk besoj që vllau i saj në emigracion t'jetë marrë as me drogë, as me vrasje. Jo, po se lëshoja jo atë fjalë, e din vetë edhe kjo është çështje e tyre familjare. Por tani, ju lutem, ndigjoni pak se sa e paguën shqiptarët pallatin. Shqiptarët pallatin e paguën, si që thot vetë shprehja e tyre popullore, më shumë se frengu pulen. Shqiptarët kompanin që ndërtoi pallatin, kompanin 2T, të famozit Sako, vllaut të komandantit Gardës, aktualisht
kryetar bashkie në Tepelen, e paguën jo 100 apo 200, por e paguën së paku 300 milion euro. Mbasi rruga Qukës Qafë Ploç e filluar në vitin 2009, e parashikuar është 43 kilometra, e parashikuar për të me një shumë për 73 milion dolarësh të Bankës Islamike. Kjo rrugë, pas vitit 2013, ju besua ndërtuesit të pallatit në Paj. Ndërtuesi Sako në rrugën Qukës Qafë Ploç arriti të fryjë çmimet. Fjala është në 310 milion, e vërteta është rreth 400 milion euro. Në mënyrën më të pabesueshme. Për të kuptuar se sa u kushtoi shqiptarëve pallati në Paj, i gjysmës më të mirë të Edi Ramës, zonjës Linda Rama, do t'u jap këtu shembull vetëm lotin 3 të kësaj rruge. Loti 3 i rrugës Qukës Qafë Ploç, sipas hetimit që ka bërë emisioni investigativ Plugu, rezulton se ka një gjatësi 9.3 kilometra. Loti 3 nuk ka asnjë urë në ato 9 kilometra. Nuk ka asnjë tunel. Pra ka një teren më të zakonshëm. Dhe ka kushtuar me çmimet Sako ka kushtuar 87 milion euro. Ka kushtuar ky lot sa që ka kushtuar kilometri në rrugën e Kombit me 10 ura, tunele, si që dini vetë, dhe me gjërësi 27 metra. Besoj se del shumë e qartë, se çfarë hajdutësh të shpërftyruar janë këta. Pra, 9 kilometra rrugë, me gjërësi 10 metra rruga, kushton sa rruga e Kombit, mesatarja rrugës Kombit, me tunele dhe ura, kjo pas një tunel dhe asnjë urë. Kontrolli i lartë i shtetit dhe gazetarët investigativ ka gjetur se parat, ja u kam thënë këtu, disa herë, parat e parashikuara për përforcimin e skarpateve, që është një kusht e pakapërcyeshme në ndërtimin e rrugëve, parashikuar me 2.5 milion euro,
janë pjestuar me 4 nga firma dhe janë përdor për vëllimet tjera të cilat nuk maten, për mashtrim pra. Nuk janë përdor për të quajmë armimin e shpateve, e skarpatave, për forcimin e tyre. Jo, edhe ato i ka pjestuar me 4 nga, më falje, po mirë ko, nga 2.5 milion janë përdor rreth 900.000, pra janë përpjestuar me 3, janë përdor vetëm 900.000 për skarpatat, pra na edhe ato shemen si me qenë shpate kartoni, sepse ato nuk janë përforcue. Sako që mori 100 milion shpërblim për pallatin në Paj, për të cilin a y vet ka paguar dhe jo zonja Rama ka paguar edhe taksën e regjistrimit në hipotek. E kuptoni ju? Dhe ka të regjistruar në emër të tij. Pallatin në Paj është i regjistruar në emër të tij. Jo në emrin e familjes Basha, familjes saj. Jo. Pra ky person shpërblehet me rreth 300 milion euro që sigurisht i ndanë me Ramen, se s'ka mundësi kur, në rrugën, vetëm në rrugën, Qukës, Qaf Ploç. Ky person fiton dhe tendrin e mirëmbajtjes kësaj rruge. Dhe rruga inaugurohet pa u marrë në dorëzim. Pra, ajo vallja Rama Balluku me Daullë dhe me Gërneta, në inaugurim në saj, ishte një show i turpshëm, sepse rruga, si pas supervizorit, s'mund të mirë në dorëzim. Nuk plotëson të kushtet për të marrë në dorëzim. Dhe me gjithate DT-ja, pavarësisht nga kjo, a i që nërtoj, tani ngarkohet, merr dhe disa milion të tjera, i pangopur, merr dhe disa milion të tjera për mirëmbajtje. Dhe nga mirëmbajtja, si që shifni ju, ajo shemet në çdo segment. Pra, kjo është lidhja e pallatit në Paj me rrugën fatkeqe, që pa u marrë në dorëzim shemet shkon në shembje mas shembje, të ndërtuar nga kompania që i dhuroi çiftit Rama pallatin në Paj e Gramoza, apo si quhet ky vllaut komandantit Gardës, apo vetë komandanti, ka pas kompaninë atë, nuk e di, po kompania Sako, me një fjalë, kompania DT e vëllezërve Sako. Besoj se kjo është një dëshmi flagrante. Janë jo më të pakta shpërblimet që kanë marrë ndërtues të sarajeve të Surrelit. Do t'jetë objekti një konferencë tjetër, që shqiptarë të mësojnë se çfarë gjoba shpaguajnë, se si paguajnë 100 milion ndërtuesve të vilës Surrelit, të cilat sigurisht i ndajnë me Edi Ramen, duke përdorur pushtetin e tij. Por ajo është një
temë e një konferencë tjetër. Ndaj dhe edhe ky fakt provon se Edi Rama nuk do pranoj kur të heq imunitetin e Lubi Ballukut. Dhe kjo vetëm e vetëm sa i dorëzon në atë moment dhe imunitetin e tij. Dhe ajo është i gatshëm me çdo shfim të mbroj se i takon të dërgjet e kalbet burgjeve, ndofta dhe për 30-40 vite me aferat e tij korruptive dhe më shumë. Qytetar është fjala juaj, është guximi juaj, është zemrimi juaj. Asnjë shpresë tjetër nuk ka përveç guximit, revoltës, zemrimit tuaj ndaj kësaj organizate kriminale, që nuk njeh ligj as moral në vjedhjen plaçkitën tuaj. Unë kam besim se data 10 shkurt do t'jetë triumfi i qytetarëve shqiptar ndaj kësaj organizate kriminale. Pra, fjala është e qytetarëve. Drejtësia e pat se ku ka rënë. Pat shohun më të turpshëm në historinë e drejtësisë shqiptare dhe botërore të gjykatës kushtetuese. Se si njerëzit të vendosur nga kushtetuta në një nga pozicionet më të larta të shtetit, provojnë se janë të degraduar, të degjeruar në shkallë ekstreme në raport me ligjin dhe detyrën e tyre. Se s'kan der as dinjitet as moral zyrtari. Se një turp për vete, për familjet e tyre, për rrethën e tyre, janë një turp për një kombë të tërë. Zoti Berisha, pavarësisht qëndrimit që ju keni marrë për gjykatën kushtetuese, a mendoni se çështja e në gjykatën kushtetuese nga njëra anë dhe ajo e imunitetit në parlament nga ana tjetër janë dy çështje të ndara nga njëra tjetra dhe pavarësisht nga vendimi që do të marrë gjykata kushtetuese? Kjo lëvizje e Edi Ramës është për të evituar përgjegjësinë direkte të tij që ai vetë ka dhe parlamenti për heqjen e imunitetit të Ballukut. Faleminderit. Këto janë të lidhura. Edi Rama ka bërë parzmore strofullin e fundit të plaçkicëve në Shqipëri, gjykatën kushtetuese. Por Edi Rama nuk i heq imunitetin Lubis. Kjo është shumë e qartë. Imunitetin asaj dhe Edi Rama do t'ja heqin populli, do ja heq populli shqiptar. Dhe vetëm shqiptarët. Dhe u garantoj që do të realizojnë. Po zemrimi po vlon në shpirtin dhe zemrat e qytetarëve shqiptar. Temperaturat po rriten me shpejtësi. Asgjë nuk mund t'i shpëtoj popullit të zemruar. Kur? Dhe zemrimi po shkon gjerë në palcë. Ndaj dhe ai çfarë do që të marë, ai me gjykatën, ai po turpron në mënyrë ekstreme. Imagjinoni një gjykatës që ikën si mi nga seanca e gjykimit. Ikën sepse i shkon mesazhi me video dhe fotot e Olton Bistrit. Një turp njeri,
turp njeri. Por e dinë se s'pëson gjë, sepse është urdhri i Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, si që është ai Ibrahimi. E dinë që nuk pëson gjë. Dhe ikën nga s'ka detyrë, s'ka nder, s'ka flamur, haj s'ka asgjë. S'ka asgjë. E urdhojnë të dalë nga salla dhe del ikën. Urdhoj çfarë gjykate është ajo. Nuk kam fjalën për ata që mbajnë qëndrimet të duhura aty. Nuk kam fjalën për ata. Por siç e shifri ata janë pakic. Ata janë pakic. Ata janë kot aty. Cila do të jetë strategjia e protestës së opozitës në 10 shkurt dhe apo shkon Partia Demokratike drejt protestave të qëndrueshme? Strategjia e Partisë Demokratike është absolutisht betejë gjerë në rrëzimin e Edi Ramës. Edi Rama nuk ka më legjitimitet. Ne, për çdo qytetar, ne shohim një zgjerim të madh të mirëkuptimit. Dhe jemi shumë të inkurajuar, shumë mirënjohës ndaj qytetarëve. Sepse një qytetar që të zemrohet ndaj pushtetit të tij, pushtetit vendit të tij, do të ketë motive të forta. Dhe qytetarët e kanë kuptuar se kanë motivet më të fuqishme që mund të ekzistojnë. Qeveria nuk ka legjitimitet. Ka shtruar zgjedhjet në fars. Motivi i dytë, qeveria ka vjedhur qindra dhe miliarda euro. Dhe jo vetëm që nuk do të ndjej përgjegjësinë, por bllokon drejtësinë. Janë dy faktorë madhor që delegjitimojnë çdo pushtet. Dhe shqiptarët janë të vendosur që të ndahen një minutë më parë me çdo çmim nga një pushtet i paligjshëm si ky që është sot. Faleminderit. Mirdita. U ktheva mbrëm pas një qëndrimi si antar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës dhe një aktiviteti intensiv në tempullin e demokracisë europiane. Ditët e qëndrimit në Strasburg u përdorën për dënimin me forcën më të madhe, për paraqitjen e fakteve, dokumentave mbi situatën dramatike në narkoshtetin e Shqipërisë. Diktaturën autoritare në Shqipëri. Në grupin parlamentar të Partisë Popullore, në seancat plenare të Asamblesë Parlamentare, siç mund t'i keni ndjekur, paraqitëm rrezikun e madh që organizata kriminale qeverisë shqiptare e kryesuar nga Edi Rama paraqet
jo vetëm për shqiptarët, por paraqet për mbar Europën. Ne informuam dhe parajmëruam të pranishmit se Edi Rama përbën një rrezik madhor për vendet e tyre, mbasi ai është padrinua sot i karteleve më të fuqishme të drogës në Europë, të cilat eksportojnë drejt Europës. Në vendin e parë, zanë vendin e parë në eksportin drejt Europës të marijuanës. Janë aksionerët më kryesorë në tregun e kokainës dhe heroinës. Janë transportuesit më kryesor të drogës nga Amerika Latine në kontinentin Europian në portet e Europës dhe kanë për portet të lira të gjitha portet e Shqipërisë. Informuam për qindra e qindra leje, hotele, resorte turistike, kulla, korupcioni dhe droge të dhëna pas zgjedhjeve të 11 majit nga Edi Rama si shpërblim për pjesëmarrjen e gjerë të tyre në zgjedhje. Publikisht falënderova Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës për qëndrimin e saj të prerë ndaj Ramaduros, të cilin ajo ka fshehur. Por unë falënderova të gjitha grupet parlamentare të Asamblesë, leadershipin e saj, të cilat në unanimitet i anulluan atij çdo takim pas fjalimit Gaddafi style, stili Gaddafit, që mbajti në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës. I falënderova për anullimin e drekësit zyrtare që është traditën e ati institucioni që shtron për kryetarët e shteteve ose kryetarët e qeverive që flasin atë sallë. I sigurova se këto akte janë një mbështetje e vërtet për qytetarët shqiptarë. Janë dhe një apel i rëndësishëm për ta. Gjatë qëndrimit në sallën e parlamentit u denoncue Rama si autor kryesor i aferës Balluku dhe Akshi, kërcënimi i madh që përbën Edi Rama për vendet e Europës, duke bërë të mundët koordinatorit të tij të eksportojë të gjitha dhënat e internetit nga Shqipëria në duart e bandave dhe karteleve të drogës dhe armiqve të NATO-s. Tronditse ishin këto lajme. Tronditse. Mund të them se 3 ditë në sallat e Tempullit të Demokracisë, fantazma
e kreu të organizatës kriminale është Edi Rama, ishte më e përçmuara. Më e përçmuara. Shqipëria rënditet, Shqipëria e Edi Ramës. Rënditet aty si një nga diktaturat autoritare, por e vetmja diktatura autoritare që bazohet në drogë. Natyrisht, krahas mbledhjeve, në grup, krahas fjalimeve, ndërhyrjeve, diskutimeve, ne patëm dhe takime të rëndësishme me drejtues të komisioneve, me personalitete, drejtues të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Takime në të cilat ne gjetëm mirë kuptim të plotë. Jehona e protest ishte e fuqishme. Pritej nga miqtë tanë proteste e dytë, po me aq insistim sa që pritet nga të gjithë opozitarët shqiptarë. Dhe unë jam këtu për të denuar me forcën më të madhe. Aktin Edi Ramës, aktin puqist, me të cilin ai blokoi, me të cilin ai për të mbrojtur veten e tij blokoi parlamentin dhe nuk lejoi shqyrtim në dosjes. Qytetarët do flasin shumë shpejt dhe ne do informojmë për protestën më të fuqishme që ka njohur Tirana dhe Shqipëria në ditët në vijim. Opozita është në këmbë, është e vendosur të përballet dhëm për dhëm me këtë regjim të turpshëm, me këtë regjim kriminal, me këtë regjim kleptokratik, me këtë narkoregjim. Ndaj dhe ftoj opozitën dhe opozitarët ta vazhdojmë këtë betejë gjërën fitoren tonë. Shpresa e vetme është opozita dhe ajo nuk do shgënjej. Faleminderit. Osman Stafa, News 24. Zoti Berisha, në datën 22 janar është mbledhur gjykata kushtetuese për të shqyrtuar ankimimin që ka bërë kryeministri Edi Rama në lidhje me kundërshtimin që ai bën një vendimi të SPAK për të pezulluar një zyrtar të shtetit shqiptar, konkretisht zonjën Balluku. Vendimi i cili nuk u mor as në datën 27 janar kur u lajmërua se gjykata kushtetuese do të mblidhte, pra do të nxjiste vendimin. Ndërkohë në datën 28 janar do mblidhej Këshilli i Mandateve, përsëri nuk u mblodh. Në informacionet tuaja, çfarë është duke ndodhur, zoti Berisha, çfarë është duke ndodhur me çështjen Balluku? Pyetja e parë. Tani do të ndaj në dy aspekte. Çfarë tregon ky proces? Tregon tërheqje zvarr. Se si Edi Rama tërheq zvarr dhe poshtron gjykatën kushtetuese. Gjithë kjo është dëshmia e parë e kësaj që ndodh. Ajo mori përsipër të shqyrtojë një çështje të cilën absolutisht nuk mund ta shqyrtonte pa kaluar në apel dhe në gjykatën e lartë.
dhe ajo po me urdhër të Edi Ramës. Ka caktuar deri tani 3 data dhe nuk është shurton dot, sepse Edi Rama e tërheq zvarr për turpin e saj. Edi Rama edhe një herë, që po të përdorja ca terma të lashtë, do ishte i gashim të shkrinte dhe plumë në vesh. Lubi Balluku dhe të hiqte qafe, po të mos ishte se dosja e saj, në çdo 3 rrjeshta, 2 janë për Ramën Osman. Këtu e ka hallin Rama. Edhe këtu e din qytetarët, e kanë kuptuar të gjithë qytetarët, se ky kujton qytetarë se janë njerëz që s'marrin vesh. E kanë kuptuar që të gjithë që ai ka hallën e vet. Hallën e madh. Prandaj edhe qytetarët ju e patë se si. Ju e patë që ishte 24 janari. Nuk ditë kur sa për Lubin, as të dera e shtëpisë. Po e dinin që është Edi Rama. Ai që po është kryesori ndosje dhe po bllokon drejtësinë. Kështu që protesta dhe vetëm protesta është rruga e vetme, shpresa e vetme, që shqiptarët i japin narkodiktatorit atë që popujt guximtari u kanë dhënë, atë që i dhanë dikur diktaturës parë, po atë që i dha Bangladeshi. Autokratës, atë që i dha Nepali, autokratit t'i japin Edi Ramës shqiptarë dhe sa më parë. Ajo është një sfidë, i poshtrim që u bërë shqiptarëve. Që unë ju vjedh, do t'ju vjedh, që për mua s'ka drejtësi, që gjykatën kushtetuese e marrë si një lezë zvarë e zvarisë, dhe bën ato që i them. Që këtu ligjin e bëj unë dhe ligji e kushtetuta janë letër e vdekur. Prandaj edhe do flasin qytetarët. Është koha e qytetarëve tani. S'ka asnjë surprizë. Ja u them unë ju, nuk heq imunitetin e saj, sepse ajo ja ka bërë të qartë. E merrin si kështu ju me si shakate kur unë thosha që ajo ka genin terrorist. Ka patur gjyshin vras serial. Po, nuk shkon ajo kurban për Edi Ramën, mos kujtoti. Ajo ka kryer krimin, po e ka kryer për Edi Ramën. Shkap. Ajo është doresi, po porosit që është Edi Rama. Që kemi të bëjmë me këte, pra kemi të bëjmë me një moment që vetëm populli mund të zgjidhte. Edhe do të zgjidh populli. Do të zgjidhin qytetarë. Do të provojë Edi Rama guximin e qytetarëve. Do të provojë Edi Rama se si guxon të thotë qytetarëve që u kam vjedhur do t'u vjedh. Po pse nuk e din qytetarët? Nuk kam dëgjuar qytetarë që Geron Meçe ka denoncuar Linda Ramën. Nuk ka një njeri që nuk e dinte. Se na merri gjysmë e tij më e mirë, na merri me tendra. Ndërhynte për kunatin, për vetë në vesë, ato parati ndalin bashkë me te amë, apo jo. Dhe janë qindra milion euro. Tani gjitha këtyre, ky do t'i mbyllin këtë mënyrë, jo, qytetarët nuk pranojnë t'i mbyllin. Qytetarët do flasin me te. Edhe do vazhdojnë kjo. Kjo është rruga, do më thënë, tani nuk ka ndodhur, nuk ka patur situatë tjetër kur në Shqipëri. Ai duhet t'jap dorëheqjen me njëherë. Të largohet me njëherë nga qeveria, t'jap dorëheqjen dhe të krijojë
qeveri teknike për të bërë zgjedhje. Kjo është e gjithë puna, dhe të mos bllokohet drejtësia. Zoti Berisha, pyetja e dytë. Pra ju deklaroni se jemi përballë faktit që Edi Rama nuk e lëshon Belinda Ballukun, që gjykata kushtetuese nuk merr dot vendim sepse është në kontrollin e kryeministrit Edi Rama. Deri ku do shkojë reagimi i opozitës, reagimi i protestave tuaja, dhe a nuk është pak në kundërshtim jeta parlamentare, se ju keni deklaruar se nuk do të ketë jetë normale parlamentare deri në dorëzimin e zonjës Balluku tek drejtësia, ndërkohë në seancën e fundit që erdhi pas protestës së fortë që u zhvillua, ishte krejt normale çdo gjë. Tani, nuk ka asnjë lloj lidhje parlamenti, themun. Parlamenti, Partia Demokratike është e tëra në protest tani. Është në protest. Dhe do jetë protesta. Dhe mbi të gjitha protesta qytetare, ajo që do të japë zgjidhje kësaj situate katastrofale që ekziston në Shqipëri. Kjo është përgjigjja ime. Isha, me zvarritin e procesit në gjykatë kushtetuese të çështjes Balluku, apo shkon mazhoranca në skenarin e djegjes së afatit 3 mujor që i duhet parlamentit kohë për shqyrtuar akuzën e kërkesën e SPAK-ut? Anisa, kjo është një variant, por ju siguroj se në asnjë variant Edi Rama nuk pranon të heqë imunitetin Lubi Ballukut, sepse e din që në 3 rrjeshta 2 janë për Ramën në atë dosje. E din se në 6.500 mesazhe të paktën 4.000 janë të Ramës në dosje. I din Rama këto. I din. Ndaj dhe është një mundësi ajo, po edhe sikur të mos ishte ai nuk heq imunitetin, atë mund ta largoj si zëdhës kryeministre, edhe rrin një personomen vend saj aty, edhe njerë, mos harroni mbledhjen e përbashkët të qeverisë dhe të kryesisë, që e detyroi Ramën t'i mbledh në selinë e Partisë Socialiste. Ajo e tërbur kërcënoi secilin prej tyre. Si Taun edhe Spiropalin, Spirogjoken, e tjerë me radhë. Po, sepse i ka të regjistur të gjithat ajo. Në atë Oltjon Bistrin, që xhelati i sigurimit shtetit dhe Irena Gjokaj e nxorë ja kthyen pasuritë e krimit. I ka të gjithë në xhep ajo. E ata ulnin kokat aty si turpe. Dhe Rama që u thoshte, e kanë me mua, nuk e ka gja Belinda. Tani e ka fjalën populli, dhe vetëm populli. Klajdi Bodoj, Syri Televizion. Zoti Berisha, përveç protestave që paralajmëruat, në rast se gjykata kushtetuese do të vendos proqeverisë, do të thonë do të lejë në fuqi pezullimin, do të rrëzoj pezullimin e gjykatës së apelit. A ka Partia Demokratike një plan për të drejtuar Komisionit Venecias në lidhje me këtë çështje për interpretim, duke qenë se do të jetë një precedent që mund të përdoret më pas dhe për vetë kryeministrin, kjo e pezullimi? Jo, Partia Demokratike nuk legjitimohet të drejtohet Komisionit Venecias. Komisioni Venecia u përgjigjet qeverive. Jo partive politike.
Kështu që janë vetëm shqiptarët e kanë fjalën, qytetarë. Është tani radha e tyre, fjala e tyre. Po unë ju siguroj që termometri zemërimit po shkon në nivelet më të larta tek qytetarët, se ky i konsideron si qenje inferiore dhe beson se i gënjen e i mashtron si pas qefit, po e kanë kuptuar jashtëzakonisht mirë. Dhe nuk e kanë, ata nuk e kanë tek Lubia, jo, e din që është Rama. E din që Akshi është Rama dhe shoqja, me Armandin, me Armand Frangun. E din që pengjet janë marrë për qinat milion të tyre. I din këta, qytetarë tani janë plotësisht informuar. Kështu që e pat vetë ju si ishte. Uraganin e pat. Tërherë më i madh ishte zemërimi. Imagjinoni ju se po shkohet drejt triumfit të ligjit dhe kushtetutës. Berisha, Mariglen Kume nga MCN-TV. Më datë 25 deri më datë 27 janar, Kryeministri Edi Rama pati një vizitë zyrtare në Izrael. Kjo vizitë vjen në një kohë kur Kryeministri Rama në zgjedhjet e 11 majit pati si premtim kryesor mbylljen e negociatave dhe antarësimin në BE, ndërkohë që BE-ja kohë të fundit ka qenë kritike disi për shkak të konfliktit në Izrael. Keni një koment për këtë çështje dhe gjatë vizitës tuaj që patët ditët e fundmi, a është komentuar prej partnerëve ndërkombëtar kjo çështje dhe një çështje tjetër është a ju është ngritur si shqetësim nga ndërkombëtarët gjatë vizitës tuaj çështja e dosjes së Akshit? Çështja e dosjes së Akshit, pa diskutim që unë e paraqita atë, dhe paraqita si, por, bravo, unë ndërkombëtarëve u përpoqa të paraqes dimensionin më me interes për ata, dhe dimensionin më me interes për ata ishte kërcënimi që Edi Rama me Akshin dhe kartel të drogës përbën për ta. Sigurisht që informova se gjithçka tek Akshi është familja Rama, Linda dhe Armani dhe vetë Edi, por, dhe këtë informova, por informova rrezikun real që paraqet Shqipëria e Edi Ramës për ta në eksportin e dhanave më sekrete përfshirë dhanat e NATO-s në organizatat kriminale dhe në armiqtë e NATO-s. Patjetër, s'kishit mos informoja qëllim kryesor dhe jo vetëm në grup, po dhe në sallë plenare, në të dyja, se ka përgjegjësi. Së dyti, tani do të them unë kaq. Kudo që të shkel ka me ati, dhe kudo që të shkoj, a i shkon si armik i egër i kombit shqiptar. Edi Rama, në çdo vend që shkon, kudo që ndodhet, në Tiranë, në Surrel, kudo, jashtë vendi e brenda vendit, ai tani është një armik i egër i kombit shqiptar. Ky është përcaktimi im. I qartë besoj. I qartë.
në çështjet të tjera, nuk mund të them se ky është konsiderata e Partisë Demokratike për Edi Ramën. Ju falënderoj. Mirëdita. Fati Edi Ramës në galloshet e Lubi Ballukut. Fati Edi Ramës përcaktohet tërësisht nga Lubi Balluku. Dhe kjo ka krijuar një situatë të paimagjinueshme. Një presion të gjithanshëm banditesk publik privat ndaj gjykatës kushtetuese. Edi Rama kërkon me çdo kusht të mbrojë Lubin, mbasi ajo çdo ditë i betohet që në krah do të kem ty në qoftë se më lëshon. Akti fundit i saj kërkon largimin e menjëhershëm të Spiropalit nga detyra e ministrës jashtme. Sepse sipas saj ajo po handarra pas shpine. Dhe kjo po ndodh dhe do ndodh. Ja u dhash të shembull jo për të marrë me intrigat midis tyre, por për të treguar plot fuqinë e Lubis ndaj Ramës. Ajo çdo gjë ka realizuar siç faktojnë mesazhet, 6500 mesazhe në dosje 2/3 e cilave lidhen direkt me Ramën, ka zbatuar vetëm urdhat e saj. Situata është edhe më dramatike dhe po kundërmon në mbar Europën, në kancelaritë europiane dhe kudo nuk flitet gjë tjetër vetëm për Akshin. 2 arsye. Po. Edi Rama ka përdor Akshin për të përgjuar, për të kontrolluar jo vetëm çdo qytetar shqiptar, por dhe çdo të huaj në Shqipëri. Nga Akshi janë eksportuar të gjitha dhanat, sekretet Shqipërisë dhe ato të Aleanca Atlantikut Veriut, tek organizatat kriminale dhe armiqtë e NATO-s. Dhe kjo përbën një dhunim të madh të sigurisë, jo vetëm për Shqipërinë, por për rajonin dhe Europën. Por Akshi është një monedhë me 2 faqe. Në një anë është lindja e Akshit, në anën tjetër është lindja e Surrelit. Dhe kjo e trondit Edi Ramën. Kjo e shkatron Edi Ramën. Ndaj dhe jam sot këtu për të bërë thirrje qytetarëve shqiptarë. Shpresa e fundit e Shqipërisë janë ata guximtarë që do të vendosin të protestojnë gjerë largimin e Edi Ramës nga pushteti. 24 janari është një datë jashtëzakonisht e rëndësishme në përpjekjen për të rrëzuar këtë regjim, këtë organizatë kriminale që nuk je fastidijgjë pushtetut as
normë standard. Mbar shqiptarët, kudo që janë, njerëz të lirë në Europë dhe në botë, presin me 24 maj fjalën e kryengritjes paqësore të qytetarëve me 24 janar fjalën e kryengritjes paqësore të qytetarëve të revoltuar të Tiranës dhe mbar Shqipërisë. Ndaj dhe në ora 5 të datës 24 janar ftoj çdo qytetar të Tiranës dhe të mbar vendit të mbushim sheshet dhe rrugët e Tiranës për t'i dhënë leksionin e merituar Edi Ramës dhe narkoregjimit të tij. Faleminderit. Pas 4 ditësh pas protestës së 24 janarit, me 28 do të mblidhet Këshilli i Mandateve me kërkesë të Partisë Socialiste për imunitetin e zonjës Balluku. A mendoni se pas ngrirjes së procedurave, majoranca do të shkojë drejt lëshimit të Ballukut, nëse mund ta quajmë kështu? Faleminderit. Edi Rama ka vendosur të mos i heq imunitetin Lubi Ballukut. Edi Rama nuk i heq dot imunitetin Lubi Ballukun sepse është vetë. Është vetë. Është Lubia me pandollona. Është vetë. Atëherë janë qytetarët ata që do përsaktojnë me revoltën e tyre, do mbrojnë kushtetutën dhe ligjët e vendit. Por Edi Rama nuk e heq, qytetarët do ta kenë të qartë këtë. Berisha, a keni një koment në lidhje me konstatimin pas hetimit të prokurorisë së përgjithshme se gjyqtarja Irena Gjoka ka fshehur në deklaratën e saj dënimin nga Greqia, nga vendi fshin? Mediat dje shpërndan konfirmimin e vonuar të prokurorisë përgjithshme pas 21 muajsh për atë që ne kemi thënë që në mars të vitit 2024. Irena Gjoka ka vendim penal në Greqi si falsifikatore, si dhe 2 dëbime nga shteti fqinj dhe zona Schengen. Ajo është një falsifikatore certifikuar me vendim gjyqësor, vepër për të cilën është dënuar me burg si falsifikatore, më pas të konvertuar në gjobë. Ky vendim penal ka marrë formë të prerë. Po kështu, ajo është dëbuar 2 herë nga shteti grek, përkatësisht me date 24/12/2002 dhe 2 muaj më pas me 13/2/2003. Ajo ishte ndjeni të plot të këtyre dëbimeve dhe autorizoi avokatër me prokurë për kundërshtimin e tyre në organet e drejtësisë greke. Avokatrit e saj i kundërshtuan masat, ndër të tjera edhe në gjykatën administrative. Kjo gjykatë erëzoi anëkimimin me vendimin 320 të vitit 2006 për shkak të parregullsisë së prokurës së lëshuar nga Irena me 5 mbiemra. Pra, edhe këtu dëbim, edhe këto dëbime morën formë të prerë. Vesi i falsifikimit del me shpirtin. Irena Gjoka vazhdoi falsifikimet e saj me në drejtsinë shqiptare
si gjyqtare në gjykatën e krimeve të rënda dhe më vonë si gjyqtare dhe kryetare e GKK-os. Ajo nuk ka raportuar dënimet e veta pranë KLG-s, siç kërkohen në ligjin 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, neni 28D dhe 663. Neni 28D i ligjit parashikonte se nuk mund të ketë status magjistrati një shtetas që është dënuar me vendim të formës së prerë, vendim penal të formës së prerë, pra vendim penal është fjala dhe s'përcakton siç duan disa avokator të japin afate. Kujtojmë se ky ligj është një ligj i miratuar me 3 të pestat. Kryetari çdo gjykate ka gjithashtu detyrimin të njoftojë KLG-n kur vjen në dieni të dhënave të tilla për gjyqtarët në gjykatën e tij. Por falsifikatorja nuk hezitoi të pranonte detyrën e kryetares së GKK-os në vitin 2022 dhe të mos deklaronte dënimin dhe dëbimet e saj nga vendi fqi. Sipas ligjit 138/2015, ligji dekriminalizimit, ligji miratuar me 3 pestat, fshehja refuzimi për të deklaruar gjykime dënime qoftë dhe jo të formës së prerë nga autoritetet e huaja për çfarëdo lloj vepre penale apo mas dëbimi shkakton ndërprerjen e menjëhershme të funksionit të gjyqtarit, si dhe përbën vepër penale që përfshin dënimin me burg. Irena Gjoka si gjykatëse e gjykatës krimeve të rënda, si gjykatëse në GKK-o, si kryetare e GKK-os dhe si subjekti vettingut, ka pasur në të gjitha këto cilësi detyrimin të plotësoj formular deklarimi sipas ligjit dhe të zbuloj ekzistencën e një gjykimi penal, një dënimi penal, 2 dëbimeve dhe një gjykimi administrativ. Falsifikatorja nuk e ka bërë këtë në asnjë rast. Kjo ndaj ajo ka, siç është me 5 mbiemra, po aq falsifikime, mashtrime. Sipas ligjit 95/2016, ligji për strukturat e posaçme të gjykatës, prokurori dhe BKH, ligji miratuar me 3 pestat, të gjithë ata që donin të punonin në këto struktura, duhet të deklaronin nëse kishin dënime brenda ose jashtë shtetit, të formës së prerë ose jo, për çfarëdo lloj shkelje ligjore, dhe Irena Gjoka përsëri nuk e ka deklaruar dënimin e saj në Greqi, procesin në gjykatën administrative, dënimin penal dhe 2 dëbime. Refuzimi për deklaruar përbën shkak për shkarkimin e saj të menjëhershëm. Pra, sipas 3 ligjeve të miratuara me 3 pestat, Irena Gjoka, ikona e reformës sorosiane të drejtësisë, nuk duhet të ishte magjistratet të paktën që me hyrje në fuqi të ligjit për dekriminalizimin, por ajo fsheu vendimin e saj penal dhe ekspulset dhe nuk i raportoi ato në përputhje me ligjin. Irena Gjoka me 5 mbiemra nuk duhet të ishte gjyqtare në bazë të Kushtetutës së Shqipërisë, pasi neni 6 fraksion 1 parashikon që një person integriteti publik i të cilit është cenuar nuk mund të vijojë funksionet në organet kushtetuese. Po citoj, ndalohet zgjedhja, emërimi apo ushtrimi i një funksioni publik në një nga organet e parashikuara në këtë kushtetut ose të krijuara me ligj, pavarësisht përcaktimeve të bëra në dispozitat të tjera të kësaj kushtetute, nëse verifikohen rrethana që cenojnë integritetin e funksionarit publik
sipas kushteve dhe rregullave të përcaktuara me ligj të miratuar me 3/5 e të gjithë antarëve të kuvendit. Irena Gjoka, si të pat ju, ka shkelmuar 3 ligje me 3/5 të kuvendit të Shqipërisë. Ky ndalim kushtetues ligjor nuk është një kapriço e ligjit. Ai është një mekanizëm garancie për integritetin e magjistratëve dhe funksionarëve publik, proceseve gjyqësore, të drejtave të njeriut dhe shtetit ligjor. Faktet për Irena Gjokën ishin plotësisht të njohura për autoritetet të drejtësisë. Shqipëria është vend i vogël dhe të bimi i saj nga Greqia njihet gjërësisht, ndonse prova shkresore nuk qarkullonin lirisht. Me sa duket, këto prova i kishin banda e Edi Rams që vendosi ta mbrojë dhe promovoi një falsifikatore me dosje në krye të drejtësisë së reformuar. Në shkeljet kushtetutës dhe ligjeve me qëllim që ta përdorë atë si mash për proceset politike ndaj opozitës. Faktet u bën publike si fillim nga gazeta greke dhe më pas nga dokumenta zyrtare me vula postile të sjella dorëzuara në organet kompetente shqiptare që në shkurt të vitit 24. Por Ministria e Drejtësisë nga uluzi Luj Vuitton, ta shuë po e ndërojnë, po t'japim emrin Luj Vuitton, hajdutit i themi. Filloi të dërgonte pyetje për organe greke që nuk kishin lidhje me këto dokumenta, por vetëm e vetëm si një marifet për të vonuar përgjigjen. Prokuria e përgjithshme e zvarriti për 21 muaj, apo 20 muaj, kinse po e hetonte çështjen. Kjo vetëm sepse Irena Gjokës ju ngarkuan të gjitha proceset politike. Tashmë të konfirmuara të tilla në 7 rezoluta ndërkombëtare, të konfirmuara të tilla dhe në Kongresin e Komisionin e Jashtëm, në Komisionin për Europën të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Të gjitha proceset politike ndaj liderëve të opozicës dhe arrestimi i tyre në vitin elektoral, si dhe dosjet e kriminalëve aleat strategjik të Ramës, që ky i fundit kishte interes t'i lironte. Irena Gjoka vendosi masën e detyrimit të paraqites dhe ndalimit të daljes jashtë vendit ndaj Sali Berishës dhe si masë arresti me burg ndaj Jamarbër Maltezit në një dosje të montuar prej saj, si dhe prokurorëve falsifikator Kraja, Delat i sigurimit të shtetit, Milonaj, Ndrikull e bandës Elbasanit, si motor biologjike e Tauland Bals, tani me mbiemrin Fetahu, Dumani, Troplini apo Poja i Skapit, si pas udhëzimeve të kallëzimit të rrem të Tauland Bals dhe urdhrave të dhënë publikisht nga Edi Rama. Si një kriminale e vërtet, Irena Gjoka futi në vendimin e masave të kufizimit të lirisë për Sali Berishën dhe Maltezin, falsifikimin se toka ishte e shpronsuar nga Italia, kur ligji botuar në fletore zyrtare thoshte të kundërt se prona ishte në planin e përhapje, thoshte të kundërt se ajo proni përkiste pronarëve nuk ishte shpronsuar kur nga autoritetet italiane, dhe se prona ishte në planin e përhapjes në një kohë kur dekreti i presidentit dhe vetë rezultati i hetimit të firmosur nga OPG-ja thoshin se ajo nuk ishte në planin e përhapjes. Berisha kishte ndryshuar, thoshte ajo VKM-n, për letrat me vlerë dhe më pas kishte fuqizuar pretendim të cilin nuk e kishte thënë as prokuria në atë kohë, por e shpikte krye falsifikatori e drejtësisë, kur në të vërtet ajo VKM është edhe sot në fuqi me të njëjtën përmbajtje për sa u përket
pronarve me të njëjtën përmatje. Ndërkohë, Rama e mbron falsifikatorën në të gjitha organet e veta. Me datën në nëndor të vitit 23, KLG jep avokatëve vendimin e KLD-s për shkarkimin e Irena Gjokës në vitin 96 nga KLD-ja e kryesuar nga Sali Berisha. Por, 2 javë më pas, e njëjta KLG gënjen deputet të Partisë Demokratike duke shkruar se kinse nuk ka vendim. Marrje KLD-ja nuk i ka vendimmarrjet e KLD-s të vitit 96. Në mars të vitit 2024, gazeta Tanea boton shkrimin që Irena Gjoka është dëbuar nga Greqia dhe me 4 mars të 24 KLG-ja nxjerr deklaratën në mbrojtje të Irenës në vend që ta hetonte sipas ligjit. Me datën, në gjoni se si zinxhiri i turpshëm, i mbrojtjes së krimeve në drejtuesit më të lartë të sistemit të drejtësisë. Me datën 4/5 2024, gazeta Prototema nxjerr vendimin e gjykatës për dëbimin e Irena Gjokës. Me 7 maj 2004, Prokuroria e Përgjithshme deklaron se po nis hetimin. Pra, ka kaluar maj 2024, 25 dhe po shkojnë drejt majt të 26-ës, sa i bjen në 2 vjetë sa. Deklaron se po nis hetimin e thelluar. Me 13 maj 24, avokatët e mi, Sali Berisha, i paraqitën në seancë Irena Gjokës artikullin gazetës dhe i kërkojnë të japë dorëheqjen nëse faktet janë të vërteta, duke arsyetuar se këto fakte përbëjnë kritere skualifikuese për ushtrimin e detyrës së magjistratit dhe do të shkaktonin pavlefshmëri të procesit për shkak të cenimit të kriterit së caktuar me ligj. Falsifikatorja dhe mashtruesja Irena Gjoka u kërkoi avokatëve provat dhe refuzoi dorëheqjen. Kërkesa për përjashtimin e falsifikatorës urrëzua me datën 17 maj 2024. Me datën 2 maj të vitit 2025, Irena Gjoka, gjykata e Janinës lëshon vendimin me vulë apostile, jo vetëm për 2 dëbimet e Irena Gjokës, por dhe vendimin penal të formës së prerë kundër falsifikatores, mashtruese, delinkuente. Me 5 maj 2025, në dyert e skapit partisë, Sali Berisha publikoi dokumentin me vulë paraqiti dokumentin me vulë apostile para dyrëve të skapit partisë. Me 5 maj 2025, Irena Gjoka në krim në vazhdim mohon që t'jetë dënuar ose të buar nga Greqia në një intervistë që jep Birnit, gazetës Birn. Me 6 maj 2025, del prokura e vitit 2023 se Irena Gjoka kishte lëshuar për notert në firë për të marrë avokat që të kundërshtonte vendimet e dëbimit nga Greqia. U deshën 30 muaj për të hetuar apostilën e vendimit penal, ndërkohë do vijojnë lojrat me dëbimet se për ato nuk janë shprehur. Në funksion të Edi Ramës dhe përdorimit të drejtësisë nga ana e tij si armë kundër opozicës, ka shërbyer famzeza gjykatë kushtetuese, e cila kur janë sjell faktet e mësipërme në kërkesë për të konstatuar cenimin e legjimitetit të procedurës së gjykatës së caktuar me ligj, është shprehur se derisa
Në gjojnë tani, Irenat e kushtetuses. Në gjojnë pak, kjo është shumë interesante. Gjersa gjyqtar janë fjalë, ndërsa ka qenë në detyrë, ka vepruar në kushte legjimiteti, në ushtrim në funksioneve, në rastin konkret dhe përpasoj, pretendimi është qartas pa baza ligjore. Vendimi 22, fraksion 25, pikat 15, 11 dhe 30 i Irenave të gjykatës kushtetuese. Ka vendim më të turpshëm se ky? Ka vendim më të turpshëm? 3 ligje me të pesta dhe një nën kushtetuese. Nga sa më sipër, falsifikatorja Irena Gjoka ka fshehur jo një akt, por një gjykim penal, një dënim penal, 2 ekspulse dhe një gjykim administrativ. 5 akte. Ajo ka fshehur këto 4 fakte dhe ka falsifikuar formular raportimi në të paktën 5 raste. I ka fshehur nga organet e drejtësisë KLG, ku duhet i raportonte si gjyqtare dhe si kryetare gjykate e GKK-s sipas detyrimit që rridhte nga ligji 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, neni 28 dhe 66, neni 28.d. I ka fshehur nga organet e drejtësisë KLG-ja, ku duhet i raportonte në momentin e caktimit gjykatëse në GKK sipas ligjit 95/2016, ligj për strukturën e posaçme të gjykatës, skapit edhe BKH-s. Ka falsifikuar formular të raportimit momentin e raportimit fillestar sipas ligjit të dekriminalizimit të vitit 2017. Ka falsifikuar formular të dekriminalizimit që sipas ligjit duhet të plotësonte kur ka kaluar gjyqtarët në GKK-o në vitin 2019. Ka falsifikuar formular të dekriminalizimit që pas ligjit duhet plotësonte në momentin e caktimit kryetare gjykate të GKK-o. Ka falsifikuar formular të deklarimit që duhet të përmbanin këto të dhëna gjatë procesit të vettingut. Ka falsifikuar akte zyrtare të një procesi penal duke fshehur dënimin e saj kur avokatët e Sali Berishti kanë kërkuar dorëheqjen me datën 13 maj 24 për shkak vendimit penal të publikuar në mediat greke. Ajo konsumoi vepër penale vazhduese edhe kur deklaroi edhe dha deklaratë të rreme publike për birë pak muaj më parë. Ligji në këto raste është shumë i qartë. Falsifikatorja ka përgjegjësi penale për të gjitha këto falsifikime të bëra me qëllim për të shkërbyer politikisht Edi Rams dhe për të shpëtuar drejtësisë. Natyrisht, ajo, siç e dini, ka kontraktuar disa muaj më parë Altin Troplinin si avokat dhe ka këshilltare Lindën e Surrelit bashkë me tani ajo është në legalitet, po prapë duhet të kenë në shumë kontakte Ergy Sagasin. Këto ishin të gjitha çfarë ligjet e Shqipërisë, fakte dhe dokumentat thonë për këtë super delinkuente, e cila ka zero moral ligjor, ka zero integritet profesional, e cila duhet ishte prej kosh në burg tek për të marrë ndëshkimin e merituar, po ajo mbrohet nga Altin Troplini, mbrohet edhe nga këta që konstatuan, se nuk di nëse prokurori i përgjithshëm është shprehur për dëbimet apo i ka injoruar dëbimet. Nuk e di. Se s'kam pa vendimin e plot, do dalë vendimi i zbardhur, se kjo është vetëm një gjë shkurtur që ka dhënë ai. Pra, janë të gjitha këto. KLG-ja ka qenë e detyruar për 3 javë të kthej. Asnjë përgjigje e bën sepse zbatonin urdhrat e Edi Rams për një turp për drejtësinë shqiptare, për një turp për administratën shqiptare, për një turp njerëzor. Imagjinoni ju proceset e saj.
Imagjinoni ju proces të saj. Imagjinoni amoralitetin e plot total të saj me to gatzeza para një të akuzuari. Se çfarë paftyrësie përfaqëson të ajo aty. Një kriminele që gjykonte mundët gjykonte njerëz të pafajshëm. A mund të imagjinoni që zbaton të urdhra të Edi Rams, këshilla të Linda Rams dhe udhëzime të Ergjys Agasit. Ergjys Agasit. Këto janë të vërtetat. Këto janë të vërtetat. Zoti Berisha, Isa Myzyra nga Ora News, sot bën 15 vite nga ngjarjet e 21 janarit ku në bulevardin Dëshmorët e Kombit u vranë 4 protestues. Sot bën 15 vite nga 21 janari viti 2011, kur u vranë 4 protestues në bulevardin Dëshmorët e Kombit, gjatë kohës që u ishit kryeministri i vendit në kryeministri. Keni diçka për të thënë në lidhje me këtë ngjarje? Unë i kam thënë të gjitha me këtë ngjarje, kam shku dhe në prokurori dhe kam dëshmuar për këtë ngjarje, e cila ishte protesta më dhunshme në historinë e vendit, e dokumentuar e faktuar, ishte protesta me agjendë politike, siç janë dokumentat ndërkombëtare, ishte protesta e paralajmëruar e Edi Rams se do të i kalohet kushtetuta e tjere me radhë. Ishte protesta e bazuar, e thirrur, mbi bazë e falsifikimit të tmerrshëm, sbashku me Filip Çakullit, të një regjistrimi të bërë nga Dritan Prifti, Indjeri, ku flitej për një shkresë, për një letër, të në mos gaboj të një pronari fitues tendri për një hidrocentral që kishte marrë me gjykat, jo nga ne, po gjykata ja kishte marrë një firmë kompani italiane dhe dhanë këtij për arsye që unë nuk mund të them, por vendimi i gjykatës do zbatuar, nuk kishte dyshim, dhe që ai thoshte, i shkruan në shkresë, i nderuar zoti ministër, për këtë vonesë që po më bën 3 muaj pas zbatuar vendimi i gjykatës, sipërmarrja ime ka humbur 700.000 euro, shkruaj. Dhe fjalën 700.000 euro që Ilir Meta i thot Dritan Priftit që jepja zbato vendimin e gjykatës, Edi Rama dhe Filip Çakulli e transformuan sikur ky i kishte marrë apo po i kërkonte 700.000 euro kompanisë. Pra, Edi Rama është përgjegjës kryesor për motivin dhe falsifikimin e dokumentit, tashmë e vërtetuar, për protestën e dhunshme që thirri, me një agjendë të caktuar, pra në zgjidhjen politike më thot mua, ose do kalohet mbi kufoma. E gjitha kjo, nuk e di e kanë thirrë apo jo, por ka një autor kryesor, një organizator kryesor, dhe ky është Edi Rama. Dhe për gjenin tuaj, janë jo një, por më shumë se një, deklarata të qeverisë amerikane, por dhe të institucioneve, edhe të institucioneve ndërkombëtare, ku kërkohet hetimi plot i kësaj drame, i këtij zhvillimi, nga polici thjesht tek organizatorët kryesor.
është eksplicite organizator kryesor. Kjo është e gjitha. Lotët që derdh janë lotët e krokodilit. Edi Rama i solli ata si mish për top për pushtetin e tij. I solli si mish për top për pushtetin e tij. Ina Rama e hetoi çështjen. Po zguxoj kur të thrasë Edi Rama. Hetoi, dënoi. Sa u dënuan aty për veprime por nuk gjeti asnjë shkak se aty kishte qëllime, garda qelloi në kushtet të ligjit. Garda ka zbatur ligjin, ndaj dhe ajo propozoi dënimet të cilat u. Pra kjo është historia, po Edi Rama kërkon të përdor këto viktima për të shpëtuar lindën e tij, veten e tij, mirëlindjen e tij, lubin e tij. Asnjë qëllim tjetër, sepse kësaj here kjo katërshef famzez është në gjykim, jo vetëm në skap, por është në gjykim në të gjitha instancat, në të gjithë opinionin publik ndërkombëtar. Nuk ka më iluzione. Këto dosje kanë një emër, dosje të Edi Ramës. E kanë mësuar, po nga kontaktet që kam, kjo është marrë, po analizohet kudo. Zoti Berisha, dhe i pyetje tjetër, kur përderisa jemi gjatë hetim, se edhe SPAK-u është duke hetuar mbi këtë ngjarje, a ka Sali Berisha përgjegjësi morale, politike dhe ligjore, sadopak në këtë ngjarje? Përgjegjësi morale, politike ose ligjore? Priti minutë. Sali Berisha u rrethon zyrmë. Cila është, po nëse ti, nëse një njeri merr dhe falsifikon, bravo që e pyete, falsifikon një dokument dhe paraqet një dokument si dëshmi për një korrupsion të faktuar të zënës kryeministrit. Mos harro një moment. Në atë dokument, nëse të kujtohet, kur shfaq për herë të parë, dilja dhe unë, si i përfshirë, por me qenë se në katën 5, kalonin nga sekundi i 25 në sekundën e 32, edhe duke i hapta si kishin bërë trash atë, u detyruan të tërheqin ata. Jo, thanë, është bërë gabim, nuk është i përfshirë. Shkonin atë koju. Pra, në qoftë se merret dhe bëhet një kurth i tillë. Përgjegjësia ime pse Edi Rama falsifikon në mënyrë më të paftyrë, më kriminale, dokumenta për të akuzuar një tjetër, që s'kishte asnjë lidhje me atë falsifikim. Që është përgjegjësia ime? Përgjegjësia ime se unë kisha trajtuar me standardet më demokratike 752 protesta të opozicës në të 4 anë të vendit, pa asnjë cenim, por përputhje me rregullat e një vendi demokratik. Përgjegjësia ime se hidhnin gur dhe pluma, e mohoj sot, po ato janë dritare, ato janë dokumentura, pluma dhe revolte tyre janë të dokumentuara, drejt kryeministit që ishte në detyrë, nuk blindoja dyrun, blindisha vetu, nuk shoja zyrën, nuk bëja këtë frikaqak, që jam bath, ja unë zyrë, s'pse zyrë, isha në drejtën time, nuk isha borç kujt, kisha zhvilluar zgjedhjet, të cilat kishin qenë sipas OSBE Odirit, zgjedhje që plotësuan standardet kryesore ndërkombëtare të zgjedhjeve, të lira. Isha në rregull. Unë isha në zyrë, punoja. Edhe ato orë unë punoja.
Jo, më thanë, mu hajde të evadoj, jo, nuk evadoj, më thash, pse do evadoj? Unë jam zyrë në punë time. Më thuj ti mu pak. As dhe një, Edi Rama qëndronte në kullën Karshi dhe priste çastin që të vinte në zyrtime të mante fjalim pushtuesve poshtë. Pa e s'mund të note. Kur? Nuk e maju. Jo. Kështu që, cila, po, sigurisht e ngjarja fatkeqe shumë. Dhe unë kam kërkuar që atë natë hetim ndërkombëtar. Dhe kam insistuar për hetim ndërkombëtar. Kam insistuar për hetim ndërkombëtar se nuk kisha pikën e besimit të hetimit të kjo, që i kam thënë ato fjalë sa heq asi. Jo. Aso dhe gjesat jetë gjallë. Jo, i meriton ato, sepse ajo hyri në një lojë shumë të turpshme. Hyri në një lojë të pa imagjinueshme. Cila është? Më thujti mu, keqardhje po, ngushëllime po, që atë ditë, po në absolute, e thanë ata, ke deklaratat, kjo ishte protesta më e dhunshme, ishte planifikuar protesta e dhunshme. Zoti Berisha, dhe një pyetje, si e ka pritur Partia Demokratike ftesën e presidentit Amerikan Donald Trump për Edi Ramën si kryeministër i Shqipërisë për të qenë antar themeluesi i bordit të paqes për Gazën, dhe si do të votoj Partia Demokratike në parlament, për shkak se ftesa do të shkojnë në parlament për votim? Së pari, me aq sa di unë, se që është të vërteta, do thënë, çfarë di nga media, nuk jam, dhe në njërë të mediave janë të sakta, po, edhe mund të jetë për afërta. Ftesa për bordin e madh të paqes, se ka dy borde, e keni kuptuar. Njërin e kam lexuar disa herë. Janë dy biles, njëri është ekzekutiv, tjetri është bordi këshillues, që është për autoritetin e Gazës. Bordi i paqes, si me sa di unë, janë shpërnda ftesa për shumë e shumë vende. Pra, presidenti Trump aty ka ftuar vendet. Në Shqipëri, shefi ekzekutivit nuk është presidenti, është ceremonial presidenti. Ceremonial. Kështu që ftesa në këtë rast, sepse ka probleme ekzekutive, i takon kryetarit të qeverisë. Kjo është komenti im. Nuk kam asnjë lloj komenti tjetër, dhe kjo, ju mund të mendoni se kjo forcon apo pozicionin ndërkombëtar të Edi Ramës apo në Shqipëri, absolutisht jo. Çfarë do ftese që të marrë, Edi Rama mbetet një narko-diktator. Por natyrisht është njeriu që përfaqëson Shqipërinë. Sa tjetë aty, ftesat për Shqipërinë do t'i marrë ai. Kaq. Do të votoni pro? Unë nuk di një radhë parë se kjo shtrohet në parlamente. S'kam dëgjuar ndonjëherë që kjo shtrohet në parlamente. Është marrëveshje ndërkombëtare. Nuk di të shtrohet në parlament, nuk them. Pra, edhe e para, e dyta, e vërteta është jemi sinqert. Ka disa opsione. Një mendim është se këtu duhet zëvendësohet Organizata e Kombeve të Bashkuara. Një vendim tjetër, unë mendova në fillim, po nuk ishte mase i pasakt, është një lloj koalicioni Willi, që u krijuar në rastin e Irakut, nëse u kujtohet, meqense shumë vende e kundërshtuan angazhimin në Irak, atër Qeveria e Shteteve të Bashkuara krijoi atë që u quajt koalicion Willi, koalicioni i vullnetit, ku edhe ne morëm pjesë dhe unë kam shkuar si kryeministër në Mosul për të takuar, nuk u kërkuan fonde, u kërkuan forca ushtarake dhe ne çuam simbolikisht. Pra, unë po e ndjek këto zhvillime, një gjë është këtu.
që duhet ta pohojmë. Paqja në Gaza ishte në vlerësimin tim dhe çdo njeriu një arritje e jashtëzakonshme. Paqja në Gaza, se ishte shumë situate vështirë. Ju e keni parasysh, aty, domethënë, vrasjet shtoheshin ditë për ditë, dhe ajo është ndërprej. Tani, presidenti Trump njerë shpalli planin 22 pikash, të cilin e ka të miratur në OKB. Plani i presidentit për Gazën ka marrë mbështetjen e Këshillit të Sigurimit. Në këtë kontekst, baza ligjore ndërkombëtare ekziston. Sa është përputhur me rezolutin e Këshillit të Sigurimit, unë këtë nuk mund ta është çështje që ndërkombëtare. Zoti Berisha, për ta vijuar pyetjen e kolegut, në kohën që ne po flasim, qeveria e ka miratuar aderimin e Shqipërisë në bordin e paqes për Gazën, ndërsa sipas burimeve pritet që ditën e nesërme të mblidhet kuvendi për të kaluar, po themi, këtë marrëveshje. Cili do të jetë qëndrimi i Partisë Demokratike, sepse nëse do të mblidhet nesër, nuk kam asnjë për këtë. Do të shoh. Unë po informohem nga ju. parimisht si duhet jetë vota e opozitës? Parimisht, ne mbështesim plotësisht përpjekjen dhe vlerësojmë lart përpjekjen për paqë në Gaza. Planin për paqë të presidentit Trump. Nuk di se cilat janë asgjë tjetër më shumë se kaq. Sepse, siç e dini vetë, të dhënat janë të ndryshme. Ndaj dhe kjo urgjencë ka për qëllim se unë nuk shoh një urgjencë. Qoftë se e bën me urgjencë dhe ta bëj. Po është tjetër, ti je dakord dhe tjetër ta bësh me urgjencë. Asgjë nuk e shpëton. Asnjë bord, asnjë vizitë, asnjë takim nuk e shpëton nga verdikti i datës 24, sepse ai këtë urgjencë e lidh me protestën. Me datën 24 janar, Tirana dhe Shqipëria do të jetë e tëra në rrugë kundër kryeministit më të rryer të kohrave pas Enver Hoxha sot. Zoti Berisha, dhe i pyetjet të fundit se u zgjat shumë, por a keni një koment në lidhje me deklaratat e kryeministrit për që në tavolinë të jetë edhe mbyllja e radio-televizionit shqiptar duke kritikuar menaxhimin? Pra keni ju një koment në lidhje me radio-televizionin shqiptar dhe kërcënimet që ka bërë zoti Rama? Kërkesa e tij për të mbyllur televizorin shqiptar nuk ka diskutim, që është një kërkesë me të cilin kërkon të nxjerr, të vjedh ndonjë gjë dhe të ndaj fitimet me ndonjë mik të tij që don t'ia jap. Nuk mund të them se ka hallin tek censura, masi për kështu ai censurën e ka omniprezente, po thuaj. Nuk dalloj unë asgjë midis top tunelit dhe ETSH-s. Nuk shoh në dallim. Ndaj dhe këtu kemi të bëjmë punë pazarësh, që ai është i pangopur. Është i pangopur. Nuk mund të them se është punë censure. Jo, sa i censurën e ka, kudo. A e pati. Fal toka, fal ndërtesa, fal këto, fal ato, i fut në sqetull, u jep hotele, u jep gjëra, kështu që nuk është këtë qëllimi, është i ka bërë një pazar me ndonjë
të vetin edhe do ja ap atij për nda parën e te. Faleminderit.